para nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet një kuadër i plot. Ama nga ana tjetër, ne duke pasur parasysh pikërisht këtë marrëdhënie jashtëzakonisht të veçantë strategjike me Italinë dhe në kuadrin e kësaj marrëdhënie, duke pasur parasysh këtë raport të afërt bashkëpunimi me Enin, që është një gjigant global në tregun e hidrokarburëve, por që njëkohësisht është edhe një potencë e madhe e cila ka edhe prezencën e vetë në Shqipëri, që prej vitit 2019. Ne ju qasëm Enit, edhe si që tha edhe administratori i deleguar i Enit, që është për i të vërtetës figura më stabil në historinë e politikës dhe të jetës publike italiane pas rënies murit Berlinit, është edhe raporti personal që na jep mundësinë që të kemi një komunikim më të shpejtë. Kështu që folëm për një bashkëpunim strategjik me Enin në krijimin e këtij operatori të ri, i cili do të marrë përsipër dhe garantimin e rezervës strategjike të naftës. Që do thotë që përmes këtij partneriteti, Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara në aspektin e rezervës strategjike. Kemi nisur një proces dialogu që na ka sjellë sot në firmosjen e këtij hapi të parë dhe në zyrtarizimin e procesit të krijimit të kompanisë. Kompania, siç e tha edhe administratori i Enit, është një risi, por nga ana tjetër, duke pasur parasysh që kemi nga njëra anë bazën shumë solide të vetë Enit dhe nga ana tjetër edhe dijen e ekipit drejtues të Enit, kompania ka mundësi që të bëhet një model i ri i qasjes ndaj tregut, jo vetëm kombëtar, po dhe rajonal të hidrokarburëve. Dhe të jetë një tjetër kompani në vazhdin e atyre kompanive që ne po i krijojmë me pjesëmarrjen e shtetit shqiptar. Një kompani e cila fal dijes që do të sjellë në menaxhim Eni, do të jetë po ashtu aktive edhe në tregtinë ndërkombëtare të naftës. Kështu që jemi sot shumë të inkurajuar edhe shumë mirënjohës për gatishmërinë e treguar nga një gjigant global siç është Eni për të bashkëpunuar dhe për të krijuar këtë startup, po themi, në fushën e hidrokarburëve së bashku me ne. Unë kam besim absolut tek intuita dhe eksperienca e administratorit, besim që si rrallë për mos thënë në mënyrë unikale kanë të gjithë politikanët italianë, që t'i bësh bashk për një temë ose për një person është jashtëzakonisht vështirë. Edhe presidentin nuk kanë arritur dot ta zgjedhin me konsensus italianët për shumë vitesh, po administratorin e deleguar të Enit e kanë konsensual. Kështu që jam shumë mirënjohës i dashur Claudio. Siamo veramente molto onorati. Jemi me të vërtet shumë të nderuar dhe jemi mirënjohës për praninë tënde, për mbështetjen tënde dhe
nëse më pas publikisht haptazi u tregove të gjithëve që je edhe një mik i imi, është një moment vërtet shumë i rëndësishëm ky për historinë e jetës time.